falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut. Atë e falenderojmë dhe i kërkojmë ndihmë prej të keqes së vetvetes tonë dhe punëve tona. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb. E atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob njeri dhe i dërguar i Allahut. Zoti ynë në Kur'an na thot: O ju që keni besuar, keni frikë Allahun, i rujuni Allahut me një frikë të vërtetë e mos ju gjej vdekja vetëm si musliman. Pra ky është synimi kryesor që duhet ketë muslimani në këtë jetë, atë qëndroj si musliman deri në fund. Pastaj i drejtohet Allahu azza wa jall gjithë njerëzve që ta kenë frikë, e t'ja kenë drojen, e t'i kthehen fesë të tij. Gjithashtu i drejtohet besimtarëve duke i thënë që ata të kenë frikë dhe të kujdesen nga Allahu azza wa jall, të thonë fjalë të drejta, që Allah t'u rregulloj punët, që Allahu azza wa jall t'u fal gjunahet. Pastaj duhet ta dim besimtar se fjalët më të sakta, fjalët më të drejta, fjalët më të larta, më të bukura, janë fjalët e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më i mirë, mësimet më të mira, porositë më të sakta, më të drejta, janë ata të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhi salatu wasalam. Gjërat më të këqija, më të dëmshme për ne, janë shpikjet në fe. Pra, risit në fen tonë, të cilën e ka plotësuar Allahu azza wa jall dhe është e shenjtë. Është feja e vetme e pranuar tek Allahu azza wa jall. Është rruga e vetme e shpëtimit për njerëzimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Të kështu që nuk ka vend aty që dikush të shtojë diçka apo të heqë diçka, sepse ajo është e plotësuar. Edhe vepra e tillë është vepra e keqe, është bidat, është shpikje dhe çon në humbje. Të dashur besimtar, për çfarë mund të flasësh në këto ditë në hutbë? Kur dëgjon kaq shumë ngjarje në këtë vendin ton të vogël. Ngjarje të cilat të shqetësojnë, të pikëllojnë, të mërzisin, gati domethënë të humbin shpresën. Që nuk është prej cilësive të besimtarit dhe nuk i ka hije, por për shkak të shtimit të tyre, dhe për shkak të zymtësisë së tyre, pra i themi këto fjalë. Për çfarë pra mund të flasim ne në hutbë? Të flasim për sistemin që duhet prodhoj humanizëm, vlera njerëzore, por që fatkeqësisht për dekada me radhë shohim vetëm degradim, degenerim dhe shkatrim. Të flasim për qeveritarin, bariun që duhet kujdeset për popullin e tij me dhimbshuri e drejtësi, por që është ndërruar në një bari që bashkëpunon me ujqërit për ta zhdukur tërë tufën. Për këtë të flasim, për vrasësin e imponuar me një dhunë ekstreme për të arritur në mëkatin ekstrem që në mënyrë absurde duhet trokitet nga opinioni publik. Për shkak se ka shkuar aty ku njeriu pranon si zgjidhje të keqe. Allahu na ruaj. Për këtë flasim, për gjykatësin që duhet i jap gjithë secilit atë që i takon me drejtësi, por që nuk e lë rishfeti, nuk e lë shteti, nuk e lë gangsteri. Për këtë flasim, për pretenduesin e padrejtë që duhet të ndalet me fakte, por që e mbajnë në lëvizje dëshmitarët apo dëshmitë e rreme. Për këtë duhet flasim ne për kë. Për ministra, shtetar, politikan, trupa diplomatik, oligark, biznesmen, tregtar, intelektual, artist, fetar, qytetar thjesht, fshatar apo për çfarë.
të flasësh në këto situata. A mos vallë këta vinë nga një planet tjetër, apo janë mes nesh e prej nesh, një shoqëri e tërë e zhytur në faj, që fatkeqësisht akuzon tjerët. Tjerët e kanë fajin. Mirë pa Allahu Azza wa Jall thot: Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon një popull derisa ata të ndryshojnë vetët e tyre. Allahu nuk i bën këqij njerëzit, ata vetë bën. Allahu nuk ja ndryshon situatën e mirë me bollëk, me rehati, kur vetë ata e ndryshojnë. Edhe nëse duhet të ndryshojnë për mirë, vetë duhet të ndryshojnë. Në këtë situatë që e paraqitëm shkurtimisht, gjithë secili prej nesh vëllezër e të tjerë në shoqërinë tonë kërkojnë zgjidhje, kërkojnë të dalin prej këtij realiteti mbytës. S'ka dyshim që zgjidhja është në kthimin tek Allahu Azza wa Jall, me pendim sinqert, ndjekja dhe zbatimi i fesë Allahut Azza wa Jall, përmbajtja edhe zbatimi e urdhëresave të tij, ruajtja e kufive që na ka vendosur Zoti ynë. Kjo është zgjidhje. Edhe kujdesi që të menjanohet çdo shkak që e çon situatën në këtë gjendje. Edhe ndoshta vëllezër, një prej tyre shkaqeve më të rrezikshme që na çon ne deri këtu apo na ka çuar edhe ne po themi si popull, është prezenca e lakmisë me shumicë me doza të larta. Lakmia. Lakmia që e shtyn njeriu të marrë atë që nuk i takon, që nuk është e tija. Nuk është halal, nuk ja ka lejuar Zoti, as e ka trashëguar prej prindërve të tij, as e ka fituar me halal me djers. Lakmia që e shtyn të derdh gjakun e pafajshëm, të përvetsoj pronën e tjetrit me pa të drejtë, e të shkel nderet e robërve të Allahut pa u shqetësuar as pak. Ndoshta për këtë duhet të flasim shumë me njëri tjetrin. Lakmia është fjalë që nënkupton etje të pashuar për të fituar para, pasuri dhe çdo kënaqësi egoiste, pa u interesuar se si, madje dhe duke përdorur dhe sakrifikuar të tjerët. Lakmia e bën të pasurin pa ngopur. Ai shton pasurisë pasuri, pa kujdesur se si e fiton, atë në halal apo në haram, me djers apo pa djers, me rrugë të lishme apo të palishme. Dhe kjo shpeshherë në kurrizë të varfrit, të doptit, atij që s'ka pushtet, atij që është ingrat. Lakmia e bën shtetarin të papërgjeshëm, tradhtar të kombit dhe të vendit të tij, gënjeshtar, të poshtër, grabitës edhe hajdut të ndyrë. Lakmia e bën policin, prokurorin, avokatin të marrë rishfete dhe bashkëpunëtor me kriminalët e krimin. Për para, ata e bëjnë të zezën të bardhë dhe të bardhën të zezë, e për të dalë të drejtë para ligjit, dënojnë të pafajshmin dhe lirojnë fajtorin. Lakmia besimtar e transformon mjekun në antihuman, duke i shërbyer vetëm pacientit që paguan, kurse për të tjerët nuk kujdeset, apo i lë të vdesin se nuk kanë paguajnë. Lakmia e bën tregtarin mashtrues, që vjedh në peshore, edhe shet mall skaduar, si për të mirë, apo me çmim të lartë e të tepruar. Lakmia e bën edhe fermierin të pandjeshëm, dhe ai për të kapur fitimin më të lartë, përdor pesticide, hel me hormone dhe çdo palisi e pausi që prodhimi të rritet artificialisht, pavarësisht se sa kjo e dëmton shëndetin e njerëzve.
Lakmia e shtyn bujkun të mos mbjell më nar, grur apo gjëra të dobishme, por mbjell hashash. Pa u interesuar se droga shkatron familje dhe merr jetë njerëzish. Ja i bujku që duket aq i thjesht. Naiv. Thush si se ka i fajn. Ka pjesën e tij. Sikur se të tjerë mund ta kenë më shumë. Lakmia e bën sipërmarrësin pa shpirt. Të rris fitimet duke ulur pagën e punëtorit në minimumin jetik ose nuk ja jep dhe fare me pretekstin që nuk ka. Lakmia për para e kthen burrin në kumargji, bixhosgji. Gruan e prostitut, madje dhe vëllezërit dhe miqt i përçan, i bën armiq njëri tjetrit. Lakmia e prish çdo bashkëjetesë paqësore dhe shkak i krimeve më të shëmtuara dhe i luftrave më të përgjithshme midis njerëzve. Kombeve me shumë viktima të pafajshme vetëm që disa të shtojnë pasurinë e tyre. Lakmia madje ndikon edhe tek njerëzit fetar. I bën dhe ata, domethënë, kur ata synojnë të zbatojnë fen, të jenë lart në fe, Zot na ruaj, ta anojnë tek e keqja. Prandaj thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i ala al-mal wash-sharaf li dinihi." Dy ujqër të uritur që lëshohen në një tuf delësh, nuk bëjnë dëm më shumë te këto se ç'bën personi kur ka lakmi për të fituar sa më shumë pasuri dhe kur ka lakmi që të konsiderohet si njeriu më i mirë, si fetari më i mirë. Allahu na ruaj. Pra vëllezër, kjo lakmia kaq e rrezikshme që ne duhet bëjmë kujdes të madh. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç është në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, thot se law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Nëse do t'i jepej njerëzve sipas pretendimeve, pra ato gjëra që i pretendojnë si të vetat, ku shumë njerëz për shkak të lakmisë pretendojnë realisht ato gjëra që nuk janë të vetat, po janë të tjerëve. Po nëse do t'i jepej pra njerëzve me këto pretendime, shumë njerëz do pretendonin pasuritë të tjerëve dhe gjakun e tjerëve. Mirë po, duhet dëshmia ai që pretendon, duhet të jetë gjë e qartë, të jetë gjë e sigurt, jo e ngritur mbi hamendje. Gjithashtu na thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Law kana li ibn Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa at-turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Nëse i biri i Ademit do të kishte 2 lugina me ar, ai do të kërkonte një të tretë, për shkak të lakmisë madhe që ka, dhe nuk do ta mbush brendësinë e njeriu, pra barkun e njeriu, vetëm se dheu. Kur ai vdes, domthon, aty do ngopet. Aty do të kuptoj se sa kot ka qenë lakmia e tij e tepërt dhe pa vend. Pra çdo njeri mund ta ketë këtë ndjenjë, ama gjithmonë njeriu pendohet, tërhiqet, kërkon falje Allahut, përpiqet, mundohet, frenohet, jo ta lëshoj veten e tij pas lakmisë siç dëshiron ajo. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka lavdëruar ose e ka dhënë shpëtimin e vërtet. Pra për kjo që po kërkojmë ne të shpëtojmë nga një situatë e tillë ku thot: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ai që shpëton nga lakmia e vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit. Pra nëse kemi shoqëri që shpëton nga lakmia, atëherë do të kemi shoqëri të shpëtuar, do të kemi shoqëri ndryshe nga ato që ne tham në fillimin e kësaj hutbe. Allahu na ruaj. Duhet besimtar që nga kjo gjendje rrezikshme të dalim duke marrë shkaqet e shpëtimit. Ti kthehemi Allahut Azza wa Jall, Zotit ton, krijuesit ton, se ai e di ç'është e mirë për ne, ajo që na ndreq ne, ajo që na mban ne në shina apo në rrugën e duhur. Edhe ti ndjekim urdhresat e Allahut Azza wa Jall, ti përmbahemi porosive të Allahut, të ruhemi nga kufit që na ka vendosur Allahu Azza wa Jall,
sa i për të mirën tonë i ka vendosur atë. Thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, wattaqu ash-shuh, fa inna ash-shuha ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Keni kujdes pra ruani nga zullumi, nga padrejtësia, sepse zullumi ka për qenë errësira ditën e gjykimit. Pra padrejtësia është shumë e rrezikshme kur dalim para Allahut azza wa jall. Errësirë, do të thotë mos shpëtim, nuk ke dritë, nuk shef dritë pra që ti ke shpresë të shpëtosh. Është shumë e rrezikshme ti bëjmë zullum të tjerëve. Kujdesemi nga padrejtësia, qoftë ajo dhe padrejtësia më e vogël, sepse ditën e gjykimit, siç ka në hadith, që Allahu azza wa jall do të çojë dashin me brirë dhe atë pa brirë përpara gjykimit, e do të marr hakun ai pa brirë ndaj atij me brirë, sepse e ka dëmtuar. Imagjino pastaj për njerëzit, për padrejtësinë që ata i bëjnë njëri tjetrit. Pastaj vazhdon hadithi duke thënë, dhe keni kujdes, ruani nga lakmia, sepse lakmia ka shkatruar popujt e mëparshëm, pra gjenerata njerëzore, shumë nga popujt e hershëm kaluar. Për shkak janë shkatruar për shkak të lakmis, sepse lakmia i ka çuar ata drejt gjakderdhjes, pra kanë derdhur gjakun e njëri tjetrit. Sepse normal kur njeriu ka lakmi, synon të ketë sa më shumë pasuri, synon të ketë atë që ka tjetri. Domthonë do ta çojë kjo dal nga dal drejt krimit, drejt asaj që është më e keqja, drejt gjakderdhjes. Allahu na ruaj. Gjithashtu thot profeti Muhammed, iyyakum ash-shuh fa inma halaka man kana qablakum bish-shuh amarahum bil-bukhl fabakhilu wa amarahum bil-qati'a faqata'u wa amarahum bil-fujuri fafajaru. Keni kujdes nga lakmia, sepse ajo ka shkatruar ata që ishin para jush. Ajo i nxiti që të jenë koprac, dhe ato u bën kopracër. Dhe ajo i nxiti që të shkëpusin lidhjet me të afërmit e tyre, dhe ata i shkëputën. Dhe i urdhëroi që të jenë imoral, dhe u bën të tillë. Allahu na ruaj. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë, kam dëgjuar të dërguarin Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam të thotë: sharru ma fi rajulin shuhun hali wa jubnun khali. Gjëja më e keqe që mund gjendet tek një person është lakmia ekstreme dhe frika ekstreme. Pra lakmia ekstreme dhe frika, se lakmia ekstreme e çon që ai të dëmtojë të tjerët, kurse frika ekstreme ai me fizikun e tij, ku ka mundësi ta ndihmojë ta mbrojë tjetrin, nuk e bën. Dhe kjo është nga cilësitë më negative që mund ketë një person. Gjithashtu transmetohet në Sahihun e Imam Bukhariut nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yataqarab az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa yaktharu al-harj. Qalu wa ma al-harj? Qala al-qatl al-qatl. Flet në këtë hadith profeti Muhammed për afrimin e kiametit, ku thot: afrohet koha, pra koha duket e afërt. Kalon shumë shpejt dita, kalon shumë shpejt java, shumë shpejt muaj, viti. Besoj gjithë e vejmë rejnë kohën tonë, që ikën shpejt. Pra kjo do të thot afrohet koha, sepse do më thënë në afërsitë kiametit, nga shenjat e vogla të kiametit, është se njerëzit do të përjetojnë të ndjenjë, pra se koha, sikur ikën shpejt, afrohet, është shumë afër. Pastaj thot, paksohet puna. Njerëzit nuk punojnë, jo nuk punojnë nga dynjaja, se sot po punojnë shumë, 24 orë, minimumi 8, për ato që ndërtojnë të botë. Paksohet puna për botën tjetër, për ato që është tek Allahu, për shpërblimin e Allahut. Paksohet puna e mirë, paksohet namazi, leximi i Kuranit, dhikri, sadakaja, ndihma ndaj të tjerëve, punët e mira, të cilët do t'i gjejmë, pa paksohen. Wa yulqa ash-shuh, dhe hidhet lakmia. Pra domon përhapet lakmia, ose duket sikur dominon lakmia tek njerëzit, edhe shtohet herxhi. Ata i thanë: oj dërgumi Allah, ç'është ky herxh, se nuk e kupton. Tha: vrasjet. Zoti na ruaj. Për vrasjet e shumta që ne i shohim, vrasje pa lidhje, vrasje koti, pa pranueshme as pak. Zoti na ruaj.
Elusim Allahun Azza wa Jall na ruaj nga keqja e lakmis. Elusim Allahun Azza wa Jall na ruaj nga keqja e korporacisë. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj për atyre të njerëzve që mjaftohen me atë që u ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe nuk i hedhin syt dhe nuk synojnë atë që gjendet në duart e njerëzve në mënyrë të padrejtë. Do ndalemi në këtë pjesë të dytë të hutbes, vëllezër, në disa aspekte ose shkaqe që na ndihmojnë ne të përballemi me këtë gjë të keqe apo të dëmshme të rrezikshme për ne me lakmin. Sepse nuk është e lehtë shpëtoj, sepse lakmia nuk është për të tjerët. Lakmia prek cilin do prej nesh. Askush nuk është imun. Nuk po flasim për të tjerë njerëz, po flasim për vetët tona, por ne, për gjithë, qoftë në këtë xhami apo qoftë në rrethina apo kudo qoftë, pra jemi të cënushëm prej lakmisë. Allahu na rrit. E para gjë që mund t'i bëjmë ballë është el-qanaa. Të jemi të kënaqur, i themi ne, ose të bindur me atë që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Atë që na ka bërë rizq Allahu Azza wa Jall, të jemi të kënaqur me të. Të jemi të kënaqur me gjendjen tonë, me realitetin tonë. Jemi të pasur, jemi të varfër, jemi në vështirësi, jemi në lehtësim. Atë ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Atë është. Nuk do të thotë kjo që ne të qëndrojmë, mos kërkojmë më të mirën për vetët tona, në mënyrë të lishme, të lejuar halal. Ama hapi numër 1 është që ne jemi të kënaq. Ne jemi dorëzuar caktimit të Allahut Azza wa Jall. Zoti jon, Allahu është ai që na drejton ne, ai që na jep, edhe ai që na e pengon diçka, ai që na lehtëson diçka dhe ai që na vështirëson diçka. Kurse ne jemi dorëzuar ndaj tij, dhe ne jemi besimtar të tij, dhe jemi të bindur dhe të nështruar ndaj tij. Ama ne do të jemi të bindur, të kënaqur me atë që kemi. Sepse profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pasuria është pasuria e zemrës. Al-ghina ghina al-qalb. Njëri mund të ketë shumë mall, shumë para, shumë të ardhura, mirë po është fukara. Pse? Ai në zemrën e tij është fukara. Ai ka lakmi, ai nuk ngopet. Ai nuk e sheh veten sikur ka mjaftueshëm. Ai kërkon më shumë. Ama mund të jetë një person i varfër. Ai mbase ka vetëm një ditë ushqim. Ama është i kënaq, kam shoqëri, elhamdulillah, mjafton. Kjo është numër 1 që duhet ta vendosim mendjen tonë, zemrën tonë dhe ta bindim plotësisht veten tonë, pra të kënaqemi me atë që na ka nda dhe na ka bë rizq Allahu Azza wa Jall. Edhe në lidhje me këtë po ndalem me një tregim nga një nga shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky është tregim që është një person nga shokët e Muhamedit alayhis salam, por nuk do të thotë që ata nuk kanë qenë të afërm, pra në moralin, çështjen dhe nivelin e tyre. Tregon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu se një ditë ndërsa po qëndronin në xhami ai me profetin Muhammed dhe disa të tjerë, profeti jon tha, do të hyj nga kjo derë tani pas pak, domethënë, një person që është nga banorët e xhenetit. Pra do të jetë nga banorët e xhenetit. Ato pritën, kush po hyn? Erdhi një person, kish vendos sandalet e veta këtu, i kullonte ai uji i abdesit, hyni si gjithë tjerët, iku kjo ditë. Një ditë tjetër, përsëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thot, pas pak do hyjë person që është nga banorët e xhenetit. Pritën, aty ishte edhe Abdullah ibn Umar, hyni përsëri ky person. Ditë tjetër, ditën e tretë, përsëri thot profeti Muhammed, pas pak do të hyjë njëri që është nga banorët e xhenetit. Dhe pas thot Abdullah ibn Amr, njëjtin person. Duke qenë se ata ishin shumë të dhënë pas fitimit të xhenetit, pra. Është dhurata më e madhe. Atëherë thot vendosa ta ndjek këtë person, ta di çfarë bën ky më shumë se ne që deklaron profeti për të se është prej banorëve të xhenetit. Kështu që me stil i thash, o filan, unë nuk i kam punë të mirë nga shtëpia, po vi të ri tek ty për disa ditë, po tha. Kështu që ndrova me atë thot për 3 net. Abdullah ibn Amr. Ai donte të shihte çfarë bënte ky. Kur ishte në shtëpi, kur dilte për çfarë vepra të mira bënte, sa namaz falte, sa agjëronte, si lexonte Kur'anin, si bënte dua, dhikr e kështu. Pra ky ishte hamendësimi i Abdullah ibn Amr. Mirë po thot pash, nuk është se kishte punë më shumë se të tjerat. Pak a shumë do të thënë gjë e njëjtë.
Edhe sikur e huma shpresën, thot ta zbuloj këtë sekret. Po kur po ikja i thash, o filan, unë thot tek ti nuk erdha se kisha probleme, po erdha thot se dëgjova për profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ti je prej banorëve të xhenetit, po nuk e di çfarë punë bën ti të veçantë që e ke fituar xhenetin. Tha, nuk e di, tha. Ajo që ke pa. Kur po largohej, thot Abdullah ibn Umar, thot, megjithatë ndoshta thot unë kur ikit, për shkak që jam për dishërim time, po edhe kur ikit flegjë, nuk mbata si gjë të keqe për musliman. Pra që të kem lakmi, ti t'ja marr, pse nuk ja mora, ti pse ja dhash, apo gjëra të tilla që nxisin njeriu tek lakmia, pra e ka zemrën të pastër me njerëzit. Sikur s'ka asgjë, sikur s'ka bë asnjë veprim me njerëzit. Fare, e ka fshidhur gjithçka. Sa rehat për shembull mund të ketë qenë ky person. Radhiyallahu anhu. Po kjo është ajo tha që ne nuk arrim dot, tha Abdullah ibn. Pra kjo është ajo puna që duket e vogël, po që është shumë e madhe tek Allah. Pra vëllezër, jemi të bindur me ato që kemi, mos hedhim syt te njerëzit, o pse ky ai, se këto janë të nxisin. Pastaj, së dyti, duhet mendojmë kush janë qëllimet e pasurisë. Ti që i ka dhënë Allahu më shumë, apo ti që i ka dhënë më pak. Kur ke pasuri, çfarë qëllimi ka pasuria që të ka dhënë Allahu azza wa jall? A mos vallë gjithmonë pasuria është vlerë, është mirësi? Pasuria mund të jetë sprovë. Edhe kështu është, sigurisht edhe fukarallëku. Pasurinë Allahu azza wa jall e ka dhënë që ne ta vëmë shërbim të mirës. Në radh parë ta fitojmë atë në halal, si duhet, në rrugë të lishme. Në radh dytë ta dim hakun që ka Allahu në të, siç është zekati. Të dim hakun e të afërmve në pasuri. Të dim hakun e të varfit, fukarajt, nevojtarit në pasuri. Pasuria, do më thonë, nuk është kështu, vetëm të grumbullosh edhe ta kesh, edhe të përmbushësh ti, do më ato dëshirat e egon tate. Pasuria ka synie dhe tek muslimani, kështu shihet. Prandaj Allahu na thot qartë në Kur'an: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Me atë që të ka dhënë Allahu, syno të fitosh vendbanimin e botës tjetër. Shpenzo të fitosh xhenetin me pasurinë që të ka dhënë Allahu azza wa jall. Edhe mos e harro dhe pjesën tënde të kësaj dynjaja. Së treti që na ndihmon ne të jemi të ruajtur nga lakmia e keqe apo e dëmshme, është kujdesi që mos ta marrim pasurinë thjesht depozit. Merr depozito. Pra, si kjo e dyta që thash unë. Por të japim zekatin e saj, si thot Allahu në Kur'an: "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata të cilët e depozitojnë arin dhe argjendin, pra pasurinë, sepse këto janë dy fjalë që tregojnë për pasurinë, dhe nuk e shpenzojnë atë në rrugt të Allahut, përgëzoj me ndërshkim të dhëmshëm, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Ditën kur ato do të hekurosën, pra do të digjen me ta, me këtë pasuri, me arin dhe argjendin në xhehenam. Allahu na rrit. Pra personi i cili nuk e jep zekatin e pasurisë, pasuria është për të dhënë zekatin, po jo vetëm. Nëse ti e jep zekatin një herë në vit, pra dikush që ka pasuri 40 milion lekë, 1/40 e ka bërë obligim Allahu azza wa jall, 1/40 e pasurisë, ja jep nevojtarit, fukarajt, qoftë i afërm apo i largët, po që duhet ta japi me patjetër. Madje ata që domthon edhe në popullin tonë shumë pak njerëz japin zakat. Se s'quhet me dhën, tjetër është miliarder, thot i dhash unë 1.000 lekë atij lypsit aty në rrugë. Apo se ka pa një herë me sy të afërm vet, e ma gjithmonë larg, se nuk do që t'i japi diçka. Po do t'i japësh se të ka dhënë Allahu azza wa jall shumë, pra krahas zakatit i do t'i japësh, sepse ajo që jep, ajo është e jotja. Siç ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai kishte lënë një qingj të therrur në shtëpinë e tij. Edhe doli për disa punë të tij. Kur u kthye, e pyeti bashortën e vet Aishën. Edhe i tha: "Ka ngel diçka nga ajo baktia?" Tha: "O i dërguari i Allahut, e dhash gjithën, ka ngel vetëm një shpatull." Se kishin ardhur lyps njerëz,
i kishte dhënë një copë. Vjen një tjetër, i kishte dhënë një copë. Vjen një tjetër, edhe kishte ngel vetëm një copë që e dinte, që i pëlqen profetit Muhammed, i kishte lënë vetëm atë pjesë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I tha profet, pra ajo i tha që e dhash të gjithën, mbeti vetëm kjo. Jo, tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka mbetur që ke dhënë. Pra vërtet ajo ka mbetur sepse ajo do të mbesi në ditën e gjykimit, ajo do të mbesi shpërblimi i saj tek Allahu azza wa jall. Dhe e fundit, për ta mbyllë këtë hutbë, megjithëse mund të ketë dhe shkaqe të tjera që na ndihmojnë ne në përballjen me lakmin, është që ne duhet të nxisim njëri tjetrin. Duhet të nxisim njëri tjetrin që të japim në rrugt të Allahut azza wa jall, të shpenzojmë nga pasuria, shpenzojmë nga ajo që na ka dhënë Allahu azza wa jall, sepse nëse përhapet kjo në shoqërinë tonë, domthon, atëherë luftohet kopratësia, zhduket domthon lakmia, edhe dominon e mira, edhe dominon edhe kështu vjen begatia e Allahut azza wa jall. Elusim Allahun na uzoj në rrugën e drejtë, elusim Allahun azza wa jall na mbrojë nga çdo e keqe, elusim Allahun azza wa jall të mbrojë muslimanët dhe muslimanët kudo që janë. Allahun e lusim të japi të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na ruajë nga zjarri i xhehenemit.